Mirëmbrëma, sonte në emisionin tonë Kompromis në Bulevard Televizion, i fturi im është një emër i njohur në politikën, jo vetëm lokale, një aktivist, por që ka qenë pjesëmarrës të gjithë strukturët e Partisë Demokratike, duke filluar nga të mëdhtieshët për të qenë dhe antar i kryesisë. Zoti Artion Bajrama, mirë tash besoj mbi emrin sepse kam Ma ngatrojnë shumë njerëz, po ju e thatë saktë që ju falenderoj shumë për ftesën edhe për... Unë falenderoj që je sonte me mua për diskutuar. Shpesh herë është përfolur emri juaj si një njeri shumë i përkushtuar i devotshëm që kontriboni shumë Partinë Demokratike, po edhe një zë shumë kritik për Partisë Demokratike. Mirë, por kjo nuk ka bërë që të ju anashkalojnë apo sepse zakonisht ka ndodhur që shpallet dhe tradhtarë dhe mund t'i kesh edhe fare. Se u futëm direkt shumë për tematika, unë mendoj që kushdo që merret me politik, duhet ta krijojë bindjen e tij brenda vetes, ose të saj qoftë është gjini femërore që do përmendesh, shpeshherë mund përmendesh për mirë, shpeshherë mund përmendesh për keq. Nëse nuk je i rëndësishëm ose nuk ke një lloj vlere për shoqërinë, për vendin, për ambientin ku je, nuk do të përmendi njëri. Nëse pastaj ke ofron një lloj kompeticioni, ofron një lloj vlere të shtuar për institucionin, patjetër që do diskutohesh edhe njeriu që do të merret me politikë duhet ta bëj pak me veten këtë pjesë që do diskutohet. Politika i ka të gjitha brenda sepse prandaj ka dhe ato hapësirën ku marrin pjesë të gjithë me kontributet dhe me vleret e tyre, ndërkohë që ju keni pasur edhe, siç e thash, një aktivist në disa protesta qytetare, të cilët kanë menduar të reagojnë ndaj pushteteve për gjëra të ndryshme, problematike të ndryshme, pra jo thjesht si antar i partisë ose si përfaqësues i Partisë Demokratike, por si një qytetar për të qenë aktivist, të besoj që edhe kjo ju ka dhënë një tjetër. Zoti Llane, më pëlqen që e preke këtë tematik, pjesën e reagimit. Unë kam një bindje të thellë, ndoshta edhe kam gabuar. Unë nuk se diskutohet shpeshherë në politikën shqiptare që do vinë ndërkombëtarë, do ndryshojnë ambienti, do godasin rusë, do godasin amerikanët, jo Bashkimi Evropian. Dakor, të gjithë lobimet duhen bërë, sepse këto janë partnerë dhe duhet ndikuar tek këta për të mbështetur një ide politike ose një forcë politike apo jo, por në thelb unë mendoj që ndryshimin ne duhet tentojmë ta bëjmë vetë. Pra, nëse po flasim për qytetin e Durrësit, qytetarët e Durrësit duhet bëhen më të përgjegjshëm edhe më aktiv për diskutuar për çfarë vendimesh merren në qytet, qofshin ato që i prekin drejt për drejt, qofshin edhe ato që nuk i prekin në mënyrë të drejtë për drejt. Sepse ndodhemi shpeshherë në situatën që jo për të lënë gjithçka politikës. Nuk diskutohet, jemi shpeshherë në situatën që digjet shtëpia tjetrit, e kemi si shprehje popullore dhe ne nuk bëjmë asgjë, po në momentin që fillon edhe vjen zjarri tek shtëpia jon, fillojmë dhe reagojmë. Edhe është diçka shumë e gabuar që kemi në shoqëri, edhe mendoj që kjo ka qenë faktori kryesor që na ka sjellë në situatën ku jemi. Dhe këtë e them për gjithë vendin, e them për Durrësin specifikisht, e them për forcën tonë politike në cilën ndodhemi, aderojmë dhe kontribojmë, do japim kontribut shumë absolut me shpirt dhe me zemër deri në frymën e fundit. Nuk ka asnjë lloj diskutimi për këtë pjesë. Po sot vendi po kalon në një diktaturë prej regjimit që po merr vendimet e tij, po edhe prej popullit që po tregohet shpeshherë pasiv nëpër situatat që ndodhen. Për ta shtuar dhurën edhe për shkak të një opozite e cila nuk po rigjen veten për të qenë një opozitë ashtu siç ka qenë dikur, në fakt, për jetë vërtetës. Nëse me që kemi kohë për të diskutuar, për gjithçka, të bëj një analizë të plotë të gjës, dhe duhet parë gjë. Jo, ideja është që të përqendrohemi edhe për të shikuesin, të nisim gjërat me radhë për të shkuar aty ku përfunduam dhe për të analizuar pastaj pse shkuam këtu dhe kush është pjesa e përgjegjësisë së opozitës që përfunduam këtu, por edhe kush është pjesa e përgjegjësisë së pushtetit, e cili, sipas asaj që thatë ju, ka prishur rregullat e lojës, ka dhunuar një fushat dhe Partia Demokratike po vazhdon me denoncimet çdo ditë her pas here ne shikojmë që ka denoncime dhe po përgatit një dosje sipas informacioneve të Tiranës për t'ia dërguar, ndërkohë që ka dhe reagime ndërkombëtarëve të cilët po lexohen me syzet partijake, pra Partia Socialiste lexon ndryshe, Partia Demokratike lexon ndryshe, ndërkombëtarët shpeshherë bëjnë rolin e burokratit dhe diplomatit për të justifikuar edhe pozicionin e tyre dhe
më shumë se sa gjithçka i shërben një lloj stabiliteti që i duket atyre se sa një kërkesë e qytetarëve për të qenë ndryshe. Unë do ta nisja kështu këtë bisedë me ju, duke pasur parasysh të gjithë historinë që ju keni ndjekur në Partinë Demokratike, pjesëmarrjen tuaj në të gjitha fazat, në të gjitha proceset zgjedhore, pavarësisht që kontributi jo shpeshherë mund të shkojë aty ku duhet, por ka një gjë që sa më shumë po kalon nga 11 maj, gjërat po ftohen dhe po dalin pa gjëra që ne kemi quajtur të ezorume. Pra duket sikur fillimi tregoi fundin dhe fundi po na rikthen prapë ke fillimi. Çfarë ndodhi në Partinë Demokratike? Pse i duhet ajo krizë brenda vetes Partisë Demokratike? Dhe kush ishin shkaqet sipas jush? Ju e keni parë nga brenda Partinë Demokratike. Okej, pra e bie që kemi dy pika, një opinion ose një diskutim rreth pushtetit dhe një opinion dhe diskutim rreth opozitës. Pushtetin do ta lëm për një blok tjetër. Do ta vazhdojmë mirë me veten e Partisë Demokratike. E parë nga si gjithë rrjedh historike duhet të thënë që u futëm në zgjedhjet e 2025-s me një situatë goxha të vështirë, sepse vishim pas arrestimit liderit të opozitës, pas 12 vjetësh opozitë, pas një klime politike në vend, klimë goxha të vështirë, se po ti shikosh njerëzit, po ti takosh rrugës dhe të flasësh për politikë, ke një përqindje shumë të lartë njerëzish që e kanë humbur besimin tek politika. Qoftë kjo për fajt të politikës, qoftë kjo edhe prej neglizhencës së njerëzve, është për të parë dhe për të analizuar mirë kjo pjesë. Unë mendoj që në kontekstin ku ndodh Partia Demokratike në zgjedhjet që erdhën, ishim në një situatë që deri diku ishim pritshmëritë që regjimi kishte një avantazh shumë të lartë dhe kishte një opozitë goxha të dobët për të përballuar këto zgjedhje dhe këtë sistem. Tani, pse u dobësua opozita? Këtu kishte. U dobësua opozita patjetër. E dobësoi Rama? Unë mendoj që ka disa hapa strategjik që qeveria ka marrë në mënyrë të vazhdueshme për të dobësuar opozitën, siç është arrestimi i liderit të opozitës, problematika me Vulën, përçarja e vazhdueshme nëpërmjet degëve të ndryshme që janë krijuar opozitës me zotin Basha që ndërtoi parti tjetër, që mbajti peng Vulën për një kohë goxha të gjatë dhe kjo e çorientoi deri diku opozitën dhe nuk e lejoi që të krijonte një fokus të mirëfillt drejt aktivitetit të saj opozitar. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është një sistem dhe një regjim që përdor gjithë mjetet e mundshme për të manipuluar votën dhe për të ndikuar tek votuesi. Dhe po flasim për 200 milionë euro që janë shpërndar, janë falje gjobash që janë bërë vetëm pak javë para zgjedhjeve, që është një shkelje jashtëzakonshme dhe që s'ka falur i griu gjoba ka 10 ditë janë turta time dhe tashti mbas zgjedhjeve patjetër që do vendosi edhe gjoba të tjera sepse kjo është loja, ky është abuzimi. Nuk e di, kishte një shkrim shumë bukur një media ku thonte që tani nga paqja fiskale kemi kaluar në luftë fiskale edhe këto ditë ka ato personat që dhe e njohim personalisht kryeministrin Rama, se ne e njohim në distancë, po themi brezi im, gjithë thonë që është njëri i cili nuk mund t'i besohet, edhe ai fillon dhe e shfaq edhe praktikisht sepse pak javë para zgjedhjeve të fal gjobat, të merr atë votën, të gënjen votuesit për këtë pjesë dhe pas zgjedhjeve kalon tek pjesa vendosis gjobave të reja. Kështu ndodhi edhe në 2021 me tërmetin, se u përdorën fondet e tërmetit 1 miliard euro për t'ju dhënë shumë familjeve në mënyrë abuzive që nuk kishin pas asnjë lloj dëmtimi nga tërmeti dhe vetëm për të marrë votën e tyre në këmbim, po edhe me shumë familje të tjera që kishin shtëpitë dëmtuar nga tërmeti, ju premtuan që do sistemohen shtëpia dhe sot e kësaj dite i kemi përballë bashkisë që shpeshherë dalin bëjnë në protestë të vogël aty ose ke edhe shumë familje që bonusin e qeras e kanë humbur dhe po detyrohen që të paguajnë vetë qerat dhe nuk i kanë marrë shtëpitë e tyre. Ke edhe kampusin universitar atje që pranë kampusit që janë bërë gjithë ato shtëpitë e tërmetit dhe s'kan marrë çesat e shtëpisë akoma, kështu që kjo është hipokrizia në cilën jetojmë ne si shoqëri dhe prandaj që ta lidhem dhe me bisedën e parë që bëm, është që populli që nuk reagon, shikon një abuzues aty që gënjen në mënyrë të vazhdueshme, dhe u them ky është krimi më i madh që ka bërë Rama me shqiptarët, është pjesa që abuzon në mënyrë të vazhdueshme dhe e bën në mënyrë ashqyqare për ta bën hapur, nuk tenton më fare as ta fshehë, po ta bën hapur. Rama po bën lojën
vetë... Dhe i thot shqiptarëve ju për uluni, edhe thot shqiptarëve ju jeni gjithë korruptum, jeni gjithë njerëz që... Rama bën lojën e vetë për rrinë për shtet. Ju po thoni që shoqëria nuk reagon për këtë që po bën Rama. Mos ndoshta opozita nuk i ngjall besimin kësaj shoqërie. Pra kjo shoqëri thot, mirë më mirë, bëj për zemër Ramën. Po këtë do sjellim. Tashti kjo është një temë që realisht është e vërtet. Unë mendoj që unë do flas në pozicionin e qytetarit dhe gazetarit për këtë. Edhe unë do të flas në pozicionin e një njeriu që radh parë është opozitar dhe radh dytë shqetësohet për fatet e Partisë Demokratike. 16 vite në pushtet është nuk do të bëj tani atë çunin ose burrin e mirë, se ka dhe shumë njerëz tjerë brenda PD-s që mund të janë edhe më të zotë, më të aftë, bëjnë analiza më të mira. Po me pamjen e dy, ne po themi ju mendimet e juaja dhe për të qenë afër shikuesit dhe për ta mendoj që patëm disa gabime strategjike tek pjesa e kësaj fushate elektorale, dhe unë që më thonë se unë i quaj detyra shtëpie. Pra, do ta nisim, të lutem, Artem, ta nisim me kodin zgjedhor. Ju e dini që Rama është i tillë. Rama është i tillë, Rama bën këto, bën ato. Një kod zgjedhor që ato që kanë dy fije intelekt që merren me zgjedhjet, pra ato që e njohin zgjedhjet, e dinë shumë mirë që sapo miratu kodi zgjedhor, PD-ja nuk fiton dot. Tani kjo është pjesa e parë që për shembull un kam qenë ndër personat. Sepse ai që profesoi kodin zgjedhor nga Partia Demokratike për të miratuar, nuk u fut vetë në listë hapur, por u fut në listë mbyllur. Me ndryshimin që ju bë kodit zgjedhor, ishte shumë e qartë që ishte një ndryshim që çonte dizavantazh tek Partia Demokratike. Pra mbyllja e listave, kushdo që ka studiuar shkenca politike ose edhe dikush që nuk ka studiuar, kush ka pak informacion e din shumë qartë, mbyllja e listave redukton përqindjen e votuesve në votime. Hapja e listave rrit përqindjen e votuesve në votime. Tani, nga ana e regjimit, regjimi e ka më të lehtë kur ka një përqindje të ulët votuesish, pra me listat mbyllura. Regjimi e ka më të vështirë të kontrollojë votuesit kur ka një pjesëmarrje masive. Prandaj dalin edhe shumë analistë, edhe shumë studiues thonë, ne duam të shikojmë sa është përqindja e votuesve në zgjedhje. Nëse përqindja e votuesve është poshtë 50%, fiton në qeveria. Nëse është 55, 60, 70, ka një frym opozitare, pra njerëzit kanë dalë të votojnë edhe tendenca është për ta rrëzuar. Kështu që ke pjesa e kodit zgjedhor që quhet zona gri kështu në patjetër, do të thotë që ke motivuar, ke do të thotë ai patronazhisti s'ka arrit dot, sa nuk arrin dot i kapit gjithë. Patjetër kështu që kanë dalë njerëzit e opozitës që të japin suport tek opozita. Kështu që pjesa e kodit zgjedhor për mendimin tim ka qenë një gabim strategjik. Unë mendoj që maksimumi një person listë mbyllur për çdo qark mund të jetë deri diku e arsyeshme, sepse nga ana teknike për një kryetar partie është shumë e vështirë që të menaxhojë partinë në çdo cep të Shqipërisë. Duhet të japi deri diku, thonë sa çelësat e qytetit ose të qarkut një personi dhe atë ta ketë si pikë referimi ose si ur lidhse mes tij, antarësisë, votuesit dhe çdo punë tjetër që është për të bërë. Por 5 emra në listë të mbyllur janë shumë. Edhe këto 5 emra çfarë shkaktuan? Shkaktuan në radhë të parë një demoralizim të strukturave dhe të njerëzve që pretendonin që të kandidonin, qoftë listat hapura, qoftë edhe në listat mbyllura, sepse deri diku një person që është në listë mbyllur, tash i themi të vërtetën, nuk të jetë gati impenjimin. Po nuk do trokasi, do bëj atë punën e tij që është për të bërë, po ka ato dyre që ka cikletshme për trokitur, nuk do trokasi. Apo jo, ndërkohë që nëse është listë hapur, do shkojë edhe aty ku e ka shumë ciklet për të shkuar sepse është në hall dhe ka nevojë për mbështetje. Kështu që ke lista mbyllur krijon një lloj dizavantazhi. Ndërkohë edhe ke lista hapur krijon prapë një lloj dizavantazhi sepse edhe kandidatët e listës së hapur që unë mendoj që kanë qenë motori i fushatës elektorale të PD-s, por mu kanë bërë gjithë i punë të jashtëzakonshme. Unë do t'i komplimentoj të gjithë. Nga i pari kanë pasur disa në studio dhe kjo pavarësisht rezultatit secilit nuk i shikoj fare. Edhe ai listës së hapur ka një lloj pasigurie se thot zotëri, unë nuk e di sa mandate do marr partia ime, do marr 5, do marr 4, do marr 6 apo do marr 7. Tash sa të investohem dhe unë. Dhe kemi kuptuar në fushat në Shqipëri që
nuk bën dot një fushat të fortë pak në prej terrenit që është, se në qoftë se nuk e financon fort ekonomikisht, është kthy në një pazari të mirëfillt. Unë jam ke pjesa që politika duhet të jetë mbi bazë idesh, mbi bazë dëshire për të ndryshuar shoqërinë, dëshire për të bërë bashkë edhe për të bërë punë më mirë, por këtu është kthy në një lloj tregu ekonomik dhe një lloj burse ekonomike që është për te normales, edhe nuk besoj se ndodh në vendet më të zhvilluara perëndimore në këtë shkallë siç ndodh këtu në Shqipëri. Kështu që mendoj që edhe kandidatët e listës mbyllur, listës të hapur, e kishin shumë vështirë që gjejnë, patjetër janë demotivuar. Po nga ana tjetër edhe votuesit, takoshim shpeshherë shumë votues që thonin, "O zotëri, çat dalim ne të votojmë tash ne këto e kanë mbyll partia këtë punë." Kështu që nuk ja vlen që dalë mbështes shokun tënd tek lista e hapur. E kemi hasur edhe në media, thonë të dy të majt nga 5 i kanë siguruar, pastaj luhet për lunë 100 sa kandidat. Kjo është një betejë politike që PD-ja duhet ta kishte bërë. Unë këtë nuk jam lloji njeriu që po dal nëpër media. Unë këto i kam thënë dhe brenda strukturave që para zgjedhjeve. Që para zgjedhjeve janë bërë debate. Janë bërë debate brenda PD-s, qoftë edhe me përfaqësuesit më të lartë politik që kemi pas për këtë pjesë, që kjo gjë duhet rregullohet. Argumenti ka qenë pjesa që Rama nuk do t'i bëjë. Dhe unë përgjigja që kam dhënë ose besoj që shumë tjerë kanë qenë me këtë mendim, siç bëm një luftë shumë të drejtë për kryetarin e partisë për abuzimin që u bë me të, këtë njëjtën luftë duhet ta bënim edhe për këtë ndryshim. Tani që ta mbaroj si ide. Mund të bësh një luftë mediatike, mund të bësh një luftë parlamentare. Unë jam edhe ke pjesa, edhe një luftë e fortë në parlament, siç u bë edhe për çështjen e kryetarit për këtë pjesë, sepse është diçka strategjike që duhet forcës tënd politike. Kjo është diçka shumë e qartë, nuk është çështje se po kërkojmë diçka utopike. Edhe bëm ca kauza të tipit qeveri teknike që prapë për mua dështoj, po duhet, po nuk u kërkuan në momentin e duhur. Pra duhet kërkuar ndoshta pak më përpara dhe duhet formatohet politikisht pak më mirë. Ardon le të ecim me rrjedhën logjike. Po ka disa pika kjo. Po nëse desha të bëj këtë pyetje. Duke përshtuar ata që ju thatë për kodin zgjedhor, për problematikët që pati, për pamundësinë ndoshta edhe të ndryshimit, sepse ai kishte numrin e kartonave, ndoshta edhe për pamundësinë që nuk në kohën që kishte ngelur Partia Demokratike nuk mund ta ngente dot si kaos sepse kishte djegur disa kauza, pra dhe mos harrojmë Partia Demokratike kishte djegur mandatet, nuk mori pjesë në një fushat që ishin dëm i madh për Partinë, një fushat zgjedhore. Partia Demokratike më pas ngriti me Ramën nuk hym në zgjedhje dhe ishin 3 kauza, të paktën ato që mund mbaj mend të dështuara dhe nuk mund të ngritet dot një kaos për kodin zgjedhor. Por tani me këtë kod zgjedhor i cili u miratua, Partia Demokratike mendoni që paraqiti po marrim Durrësin që ju e njihni shkëlqyshëm. Shumë më mirë se unë madje, që merrem me këtë punë për ditë. A pati Durrësi listën e duhur, qoftë pjesa e mbyllur, qoftë pjesa e hapur përfaqësuese për demokratët dhe për qytetarët, por edhe për atë pjesë ne pa quajmë zona gri për t'i motivuar dhe ato për t'i krijuar një lloj besimi që ne po vim ndryshe, po vim me emra të tjerë, po vim me një program tjetër. Do flas thatë edhe qartë edhe thjesht mendoj. E thash më përpara atë mendimin që për mua një njeri deri listë mbyllur mund të ishte nevojë strategjike dhe lehtësi për kryetarin e partisë. Po edhe mund të ishte fare deputet ai që do të fushatën. 5 emra listë mbyllur janë jashtëzakonisht shumë dhe dëmton frontin opozitar. Më mirë 5, po a janë ato 5 të duhur? Formati më i mirë do kishte qenë pjesa, mu pëlqeu pjesa primareve, sepse deri diku i dha një lloj energjie të jashtëzakonshme Partisë Demokratike, dolën 2900 veta tek Pallati i Sportit për të votuar, se kemi parë më përpara,
edhe e pash një lloj energjie tek të 40 kandidatët që kishin për primare, një lloj energjie të jashtëzakonshme shumë të bukur, një lloj u shkuat deri edhe tek antari më i harruar, sepse shkuan që të kërkojnë votën me drejtën e tyre dhe atë antari më që kishte shumë vite që nuk vinte erdhi dhe u afru tek Partia Demokratike. Kështu që edhe dha atë opinionin e tij se kush duhet ishte në listë. Kështu që unë mendoj që e vetmja gjë që e dëmtoi ishte pjesa e listës mbyllur. Pastaj me formatin e primarave që u bën, duke vlerësuar rezultatin e secilit mund të merreshin vendime. Kështu që nga ajo 5 persona që janë, për mendimin tim, 2 ose 3 persona janë të justifikuar për pjesën e listës. Për pjesën tjetër, pastaj, ka hapësira për diskutim, për debat edhe që ka krijuar konfuzion bazë. Nuk e bëj me qëllim për të sulmuar asnjë njeri, po e bëj ke pjesa që ky është realiteti edhe kjo është pjesa që efekti që ka pas nga ana elektorale gjëja. Atëherë ke lista hapur, Erdogan, sepse ju pothuajse të gjithë personat e njihni mirë dhe keni qenë pjesë me ato në fushata dhe të tjera, por edhe në aktivitete partie, në organizime partijake, edhe në protestat që ka organizuar Partia Demokratike, sepse për pjesë vërtetës duke qenë një parti opozitare, protesta është pjesë fjala e parë që të vjen ndërmend, se ai është misioni fundimfare i opozitës. Lista hapur, ai ishte lista e dur dhe ai ishte lista që garantoi, si thua, që qytetarët në mënyrë më të mirë për përzgjedhur atë që ai mund gjente vetën. Lista mbyllur u mbyll tani sepse e mbyllën vetë. Tani lista hapur është një tjetër. Unë mendoj krahasim me Partinë Socialiste ne ofrojmë një listë hapur shumë më të mirë, shumë më cilësore, kishte përfshirje të komuniteteve të ndryshme, me përradhje të ndryshme, kishte persona të profesioneve të ndryshme, kishte edhe mosha të ndryshme, kishte edhe gjini të ndryshme dhe mbi të gjitha figurat pastra politike, njerëz të pakonsumuar politikisht, pa background negativ, ndërkohë që në krahasim me krahun tjetër kishim një listë që pavarësisht se kanë patur shumë mundësi për të kontribuar në qytet, për të evidentuar, për të ngritur shqetësime, problematika, kauza, për të bërë ndryshim për mirë në qytet, ishin njerëz që praktikisht nuk kishin bërë asgjë. S'kanë bërë asgjë, as kanë ndërmend për të bërë gjë, edhe ato që kanë hyrë, qoftë nga lista mbyllur e Partisë Socialiste, qoftë nga lista hapur e Partisë Socialiste, janë thjesht çai ofroi qytetit. Ka njerëz që po ngrenin ca kartona. Kurse tek pjesa e listave të hapura të Partisë Demokratike, unë nuk mendoj që pati problem, sepse elementet që e morën përsipër si gjë, se nuk është thjesht kutja e partia, është edhe pjesa kush e merr përsipër. Unë them që bën një punë shumë të mirë dhe u përpoqen maksimalisht për të maksimizuar rezultatin e PD-s. Kam i bindje që minimumi 1, po ndoshta edhe 2 mandate janë fal personave të listës së hapur dhe punës që bën der në der. Pra ju mendoni që lista paraqitur nga Partia Demokratike në qarkun e Durrësit ka funksionuar. Lista hapur ishte një listë që e mbyllën të mbyllurën. Lista hapur ka funksionuar. Pra mendoj që mund të bëjë edhe më mirë patjetër, po varet edhe me vullnetin që kanë personat dhe njerëzit. Se kishte edhe një persona që refuzuan që të jenë pjesë e gjës, kështu që nuk mund të. Këtu do të dilet tani tek refuzimi, sepse ka ndodhur faktikisht, unë kam diskutuar me të ftuar këtu, që janë edhe drejtues Partisë Demokratike aktualisht, ka pasur një lloj ngërçi, ose si thua është një situatë pak se çuditshme, sepse Partia Demokratike në 12 vite ka bërë vetëm një palë zgjedhje brenda vetës. Dhe madje edhe i kryetari që u zot me votë, Osman Stafa, dhe ti nolli mbrapa historia që i ngel historia Bravës, e ka thënë vetë këtu në emision edhe nuk është se po shtoj në gjë. Pra, të vetëm zgjedhje që u bën në Partisë Demokratike, ka pasur një palë zgjedhje që doli zoti Xhaferi, por që nuk po them zgjedhje, kandidimi i zotit Stafa me zotin Muka ka qenë zgjedhje model në Partinë Demokratike. Po 2013 në Moskavë. Nuk e di kur ka ndodhur, ose më pas Osmani pastaj u përshtu nga partia, u shkarku nga kryetari dhe u emru. 5 kryetar degësh të emruar të Partisë Demokratike. E pyetja shumë e thjeshtë. Po mirë, ka që pavësh Partia Demokratike Durrësit sa mos bëj zgjedhje brenda vetës, por zgjedhje kryetar me votë, ashtu siç bëni primarët. Dhe s'mundi kërkoj më Ramos tani pse na vjedh zgjedhjet kur s'bën të zgjedhje më në vetës.
Tani, ti analizojmë pak 2013-ën, kemi pas zgjedhjet për kryetar dege. 2013 ka qenë Igliçara më duket. Jo, nuk ka qenë, ka qenë 13 ose 14-ën, janë pas humbje zgjedhjeve 2013-ën, ka qenë Osman Stafa, Dritan Burgia dhe Ardian Muka, dhe fiton zgjedhjet Osman Stafa. Në 2017 ose 18 në mos gaboj, zgjidhet Ferdinand Xhaferi, kandidon me zotin Kapedani. Në 2020 Jo, po zoti Stafa është karkuar dhe është morë erë Bylikbashi. Ase ka pas e mirë, po flasim për zgjedhje. Pra, zgjedhjet që janë bërë, pra nga 2013 deri tani, në 2017-ën, 18-ën zoti Xhaferi. Në 2022-shin ose 23-shin në mos gaboj, kandidon zoti Muka me zotin Cara dhe me zotin Stafa në mos gaboj dhe fiton zoti Cara. Dhe në 2024-ën kandidon zoti Hoti me zotin Prifti dhe me zotin Xhaferi dhe fiton zoti Hoti. Që thot kemi 4 ose 5 procese zgjedhore në 12 vite. Mesatarisht çdo 3 ose 4 vite. Pastaj tek pjesa e emërimeve që kanë qenë, shpeshherë ka pas emërime që janë bërë edhe në shumë pranë proceseve zgjedhore në krahasim pra me Partinë Socialiste dhe ka qenë pak e vështirë për të organizuar zgjedhje brenda Partisë Demokratike. Tani 5 kryetar drejtues Partisë Demokratike nuk kanë qenë pjesë e listës. Partinë Demokratike kanë drejtuar në situatën më të vështirë, në 12 vite opozit, përballë një regjimi si thoni ju të Edi Ramës, përballë një politike të një represioni pushteti që arriti deri aty sa depërtonte, gjithmonë ju referohen fjalëve tuaja për dëmtuar edhe opozitën dhe për ta përçarë. Po si është e mundur nga 5 këto emra asnjëri nuk meriton të ishte në listën e hapur? E lem mbyllur. Unë nga bisedimet brendshme di që disa prej tyre është propozuar që të jetë pjesë e listave të hapura, po kanë zgjedhur që mos jenë në kandidim. Ka qenë preferencë personale e tyre. Ka qenë vendim personal. Por mendimi tim është si puna e një futbollisti që detyrohet shkojë të luajë me një ekip. Qofse ai nuk ka dëshirë të luajë, nuk performon dhe nuk jep. Kështu që kjo punë duhet bërë, si më thon, duhet që dikush ta dëshirojë vërtet që ta bëjë këtë gjë. Nuk mund ta detyrosh dikë që shko kandido patjetër, sepse ndikon pastaj tek mënyra se si zgjidhet me votuesin, se si sillet me strukturat, se si organizon fushatën, se sa investohet në fushat, janë gjitha pika që influencojnë procesin. Por patjetër që ish kryetar Degësh kanë qenë të gjithë persona që kanë qenë pjesë e primareve, një pjesë kanë pas edhe mundësinë që kandidojnë lista të hapura, po thjesht kanë zgjedhur për mos kandiduar. Nuk është mbyll. Mbijetesa e Partisë Demokratike, pa e quajmë mbijetesë. Pra përballë pushtetit. Protestat e Partisë Demokratike, disa kauza që ajo ndërtoi në fundit kishin edhe meritën e këtyre kryetarë degëve, të cilët edhe organizonin njerëzit për të shkuar në protesta, por duket pak si Shikoj, gjithë ky debat që edhe kjo pjesë që ju po ngacmoni dhe bëni mirë që e ngacmoni, është pasojë e mbylljes listave. Se po mos ishin mbyllur listat, deri diku thonë se janë mbyll gojën përfshirë dhe Artionit, gjithëve, sepse thua po vendosa një drejtues qarku, gjithë ju të tjerët futun në primare, kush del përpara në primare vazhdon, edhe pjesa tjetër do jeni ekip mbështetës. E thënë 14 kandidat, 14 parë që dolën në primare të jenë mund të ishte qenë një format. Po, duke respektuar gjinin, ndoshta duke bërë dhe një seleksionim mbi pjesën e Po prap gjinia nuk është respektuar, Partia Demokratike ka 6 deputet, vetëm një është femër deri tani. Nuk e dim si të shkojnë gjërat, sepse Ande Ulliri ka një proces që e ka nkimuar lidhur me barazinë gjinore. Tash do flas pak edhe për këtë pjesën që e hape, pra se do flas për LDG edhe për FRPD-n, pra. Unë mendoj, është e vërtet që ka një nënpërfaqësim të LDG-s. Po është 6-1. Tani, si e perceptoj si duhet funksionoj partia? Ka organizat të zonjave, të vajzave dhe grave. Këto duhet jenë edhe më aktiv, me aktivitetet e tyre, duhet jenë edhe më aktiv në ngritjen e kauzave që prekin komunitetin e tyre, pra të vajzave dhe grave në Shqipëri, që
Fatkeqësisht e fatmirësisht ka kauza pafund se fermat janë diskriminuar në Shqipëri. Më fal ta mbaroj vetëm këtu. Edhe aktivitetin që bëjmë bashkë politikisht pastaj duhet të influencojnë, të lobojnë brenda partisë për të patur përqindje më të madhe në pjesëmarrjet e listave. Shumë konkret këtë pyetje. Po ta bëj edhe ke forumi rinor është prapë një histori. Pra janë të dy institucione që pushtetin e tyre që kanë, thonjza, duhet ta shfrytëzojnë më mirë dhe kjo të reflektohet në lista. Duhet kërkojnë, e thon procesi fëmijë që nuk qan nuk jep njëri me tjetrin. Atëherë unë pa thelloj përsëri pyetjen. Po. Për të mbetur këtu. Dhe po marr emra konkret, pa pasur asgjë. Unë njoh më shumë në Gen Strazeminin se Andi Ullirin. Andi Ullirin e kam ftuar në emision, nuk ka ardhur, por kjo nuk do thotë që unë të mos vlerësoj 4 vite deputete, 4 vite një femër në protestë, sepse ju thatë që duhet të jenë më të angazhuar. Një protestë në një vend që është vështirë të mbledhësh 10 vete, thonë pse na pesh tremën, dhe ne dimë se është zona Kryfushkruja, po, jam dakord. Në mbikalim. Një femër e cila ja doli të përballej me një shtet, me polici. Tani nuk e di se çfarë vlerash ka sepse Gen Strazemiri, unë pakën memorien time është sa herë që hyn Google e shoh duke u rraf parlament dhe kjo është vetëm gjë. Shiko, për tani kauzën e kanë ngritur Andi Ulliri. Shiko, me që më përmend këtë pjesë, nuk po them që kanë bërë mirë ato që zonë me Gen Strazemirin, janë rraf parlament, do ishte pjesa turshme. Po s'është faji i Gentit nëse po atëherë po nuk është as vlerë e Gentit që shkon në parlament. Është sulmuar nga regjimi, nga qeveria, përkundrazi, kampi opozitar duhet ta mbështesi më tepër në momentin që dikush sulmohet nga pjesa e qeverisë. Me parimin mos e probleme të rregullat të mëreshme të parlamentit gjithë për një për gjithë. Kështu që kjo pjesë se gjykoj fare se Strazemiri ka ngrit më shumë kauzë se Andi Ulliri. Unë nuk e shikoj si një politikan pa aftë, por gjithsesi unë shikoj këtë pjesë që prap është pasojë e mbylljes listave, se nëse mund ta kishin futur zotin Strazemirin në listë në primare, dhe patjetër unë mendoj që do performonte, se nuk e shikoj si njëri që nuk ka instinkte politike, do kishte qenë shumë më lehtësisht e pranuar pjesa e emrit në një listë të mbyllur, dhe ose mund të kishte fituar dhe zonja Ulliri dhe mund të kishte qenë dhe ajo në listë të mbyllur. Them janë gjitha pasoja që krijojnë një konfuzion brenda Partisë Demokratike, pjesa e mbylljes listave dhe krijimit të një situate të tillë në antarësi edhe tek votuesit. Për pjesën e zonjës Ulliri, unë du t'i bëj komplimente zotit Kalaja, zonjës Ulliri, zotit Ndoj edhe zotit Shullazi, që arritën ta kthejnë Krujën dhe Fushkrujen, që besoj ka shumë vite që krimi atje dominon në mënyrën më agresive, kupton? Dhe them që është puna e këtyre 4 individëve bashkë me strukturat, me njerëzit mbështetës, se nuk duam të hedhim poshtë punën asnjë. Por nuk janë bravo, realisht. Nuk janë vetëm këto. Janë edhe disa rrethina në Durrës, duke përshtuar Bashkinë e Durrësit brenda, ku do i hyjmë asaj analize pastaj kur të vi puna që ajo çfarë ndodhi që zgjedhet. Edhe disa duke filluar nga njësi, duke filluar nga Katundiri, që kanë ruajtur votën e Partisë Demokratike Braga. Në qoftë se themi që në Xhavzoti ka pas banda nuk shkon dot nga Tuntri. Dhe kjo është merit e tyre, dhe unë kam thënë dhe zoti Stava, kryetarit të partisë që ka qenë këtu i ftuar, dhe i kam thënë po mirë, nuk ishte komisioner dhe vëzhgues Partia Demokratike për të lajmëruar paktën median. E zemës e policia ka qenë pjesë e vjedhjes votës, po mediat jo gjitha. Shiko, do ta trajtojmë pak të pjesën e vjedhjes votës. Bi dakord me ju që strukturat, njerëzit që kemi aty, zoti Stafa, zoti Laçi dhe shumë persona të tjerë kanë bërë punë të jashtëzakonshme me Katunderi dhe gjithmonë na nxjerrin në fitore. Nëse bëjnë analizë që do i bëni kjo partia, unë po them jo, po flas çfarë ndodh ruajtja e votës, çfarë ndodh me zgjedhjen në Shqipëri, se bëjmë se ne kemi diskutuar përpara, unë kam thënë të gjithë ftuarve këtu Argjon, të lutem. E kam thënë të gjithë, ore nuk ka për të vjedh votat ditën e diel, harrojeni. Është vërtet, po këtu du dal. Pra kemi në Durrës diku të ketë 320 kuti pak a shumë. Çfarë bën Partia Socialiste? Patjetër që ka minimumi një patronazhist për çdo kuti, po zakonisht ka edhe më shumë, dhe për një grup kutish vendos një drejtor. Dhe atë drejtorin ja lën si tip targeti, si tip objektivi, i thot ose do fitosh, se si fiton është puna jo, do blesh, do kërcënosh, do e marrësh me të mira, do i bosh nder, do i fuzësh njërin punë, po është objektivi yt.
Edhe do bësh karrierë në PS nëse fiton, nëse nuk fiton je i humbur. Tani ç'a ndodh? Durrës ka 320 kuti. Ato nuk është se bëjnë namin ke çdo kuti, një kuti ka rreth 500 votues. Mesatarisht po themi se është në varësi të zonës edhe në varësi të përqendrimit të popullatës. Po themi, nga këto 500 votues, po marrim një rezultat të barabartë, 250 vota PS, 250 vota PD. Partia Socialiste dhe patronazhistët në këtë rast, e di me sa persona punojnë? Me 20 deri në 30 persona. Pa këto 20-30 persona për çdo kuti i ofron ose vend pune, ose i heq faturën e dritave, ose i heq në një job, ose i vend në një job që ta kërcënoj, ose i çon një band që ta kontrolloj, ose i jep fonde tërmeti, gjen një mënyrë për ta kënaqur. Tani 20 deri në 30 persona për kuti ke 300 kuti, 320. Jep rezultatin nga 6000 vota deri në 9000 vota. Tani këto 9000 vota merrin nga PD-ja dhe çojë tek PS-ja dhe të kthehet rezultati. Nga 8.6 që mund të ishte për opozitën, shkon bëhet 8.6 për qeverinë. Kjo tashti kaloi në 12 qarqe, dhe në 12 qarqe nga 1 ose 2 mandate deputetësh, nëse PS-ja ka bërë sot 83 mandate deputetësh, shiqi, nëse llogarisim 1 për qark, i bie shkon direkt automatikisht 71 mandate. Kjo është manipulimi i zgjedhjeve që bëhen, po në shumë qarqe mund të jenë edhe 2 mandate edhe 3 mandate dhe kështu bjen qeveria. Pra ato ne flasim vjedhje zgjedhësh. Këto llogari që mbërëm këtu në emision, i keni ditur përpara dhe pse keni denoncuar? Janë të gjitha denoncime janë bërë për abuzimet. Po e kemi denoncuar se denoncum pensionet 100 euro që dha 48% popullsisë. Denoncum 200 milion euro falje gjobash, denoncum pjesëmarrjen e bandave nëpër zgjedhje. Kemi denoncuar rritjen në mënyrë fiktive të punonjësve në administrat. Më duket se në kohën e PD-s është lënë diku tek rreth 100.000 të punësuar në administrat, ka shkuar rreth 200.000. Janë bërë më shumë njerëz punësuar në administrat se sa shqiptarë që qarkullojnë e jetojnë këtu. Është situatë kështu, është qesharake fare, më kupton? Kështu që ne patjetër që kemi denoncuar, kemi ngrit. Ai kemi trajtuar siç duhet teknikisht me të gjitha hallkat dhe jemi fut thellë siç duhet secilës. Kemi gjona për të përmirësuar këtu, po për të bërë denoncimet i kemi bërë. Pastaj ka arsye nga më të ndryshmet që edhe reflektimi i shoqërisë, po edhe sistemi që ka ndërtuar për ta marrë kontroll gjën është tani shoqëria kjo është që s'kemi çfarë pra, 20 vota për kuti të ndikojnë 2 mandate në Durrës, po në Tiranë të ndikojnë 4, po në qytetet e tjera të ndikojnë minimumi 1. Sa ndikuan partitë që u shkputën nga Partia Demokratike, partitë vogla po i quajnë? Se para ishte pjesa kodit zgjedhor, që nuk kemi bërë mirë detyrat e shtëpisë. Pika 2 është koalicioni parazgjedhor. Pra pse s'u arrit, pse s'punoi fort PD-ja për të mbledhur këto vota? Se ju thatë 20 vota çdo kuti dhe bën një llogari aty që unë mendoj që për mënyrën se si u strukturua skakera politike e Shqipërisë në tërësi me partitë e vogla që u krijuan, ishte e domosdoshme krijimi i koalicioneve parazgjedhore. Kjo ishte një betejë politike që ne duhet ta kishim bërë dhe që Rama qëllimisht nuk e dha. Po ne do ta kishim bërë këtë lloj lufte sepse dihej që partitë e vogla mirë keq, zotin Basha, ne nuk do arrinim dot të bënim lidheshim me Elin. Ishte shumë e qartë për përplasjes të fortë që ishte. Zoti Sheha ishte shumë i vendosur prap tek linja e tij që nuk donte të bashkohej. Zoti Qorri është linjë neokomuniste, nuk do bashkohej me ne. E njëjta gjë me zotin Lapa dhe me shumë faktorë të tjerë. Kështu që zgjidhja më e mirë do kishte qenë bërja e koalicioneve parazgjedhore, pak të rikthimi i koalicioneve parazgjedhore. Tani këto nuk u dhan nga pjesa e qeverisë, mendoj qëllimisht, ne mendoj që do kishim bërë luftë pak më të fortë, jo pak, më shumë më të fortë për këtë pjesë, sepse ishte shumë e qartë në Durrës në 2021 për rreth 130 vota humbëm mandatin e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Durrësi mund dilte 7-7. Po rrjedhoi në 4 vite opozit, mund kishte bërë një 3 mujosh, një 2 mujosh betejë politike për të rikthyer koalicionet parazgjedhore në mënyrë që kur të vinim zgjedhjet e 2025-s të kishim kushte më të mira dhe kishim një mundësi për dalë 7-7 në këto zgjedhje. Tani, është diçka që duhet pas parasysh patjetër, që duhet sistemohet edhe është një betejë që duhet bëhen në të ardhmen. Artem, do të kalojmë në një hapësirë shkurtër publicitare për të rikthyer përsëri, po do mbetemi këtu ke koalicionet, ke marrëveshja që Partia Demokratike
nuk arriti do të bënte, sepse në fundit politika është kompromis dhe partisë më të madhe opozitare i takon gjithmonë që të jetë edhe më tolerante, kuptohet, kur ka fëmijë të vegjël që edhe qajnë. Po jo dhe më shumë tolerante se ç'duhet, se ke pastaj edhe problem tjetër që i çdon dhe shumë partive tjera mandate dhe nuk të kanë justifikuar mandatin, kështu që ajo do dalim nga kjo pjesë. Reklami lutem për të rikthyer përsëri në emisionin pa kompromis. Atëherë jemi rikthyer përsëri në emisionin pa kompromis në Bulevard Televizion me të ftuarin tim, zoti Artën Bajramaj. E kam shumë vështirë derisa ta mësoj tani gjuhën, por në emër edhe jemi në rregull, mos e vit. Dhe kemi diskutuar në blokun e parë për atë që ka ndodhur në Partinë Demokratike, për një proces i cili filloi nga primar, për një proces i cili primarët të zëvendësuan një krizë që kishte kaluar Partia Demokratike më përpara, më pas një besim që Partia Demokratike po vinte si një forcë me një fytyrë tjetër. Kemi diskutuar edhe për disa gjëra që kanë ndodhur, duke pasur parasysh edhe kodin zgjedhor që prodhoi edhe listat të mbyllura dhe listat të hapura, ku zoti Artion ka shprehur edhe qendrimin e tij, duke shprehur rezervat e tij sidomos për listat të mbyllura dhe simas zotërisë në fjalë, ai ka deklaruar që mund të kishte bërë një zgjidhje tjetër, por që në fundit nga jashtëmisa e votave edhe të dikton kompromisin më të mirë për të bërë, sepse zoti Bylykbashi në këtë emision kështu është justifikuar dhe ka thënë që ishte vetëm hapësirë që ne mund të kishim për të bërë gjën e duhur. Ndërprem për një hapësirë reklamësh, pikërisht duke diskutuar për koalicionet, që Partia Demokratike mund të kishte ndërtuar ndryshe dhe bëhet fjalë për ato parti që kanë marrë nga një deputet, ose edhe nuk kanë marrë nga një mandat, ose nuk kanë marrë, dhe që mund të kishin qenë pjesë e frontit opozitar, duke qenë se Partia Demokratike është partia më e madhe dhe i takon asaj që në politikë të bëjë dhe kompromiset e veta dhe lëshimet e veta, deri aty kuptohet ku nuk shkelen sa gjëra pastaj që janë gjëra që kanë të bëjnë me programin dhe me parimet e një partie. Për të u rikthyer Artion, të ngelemi pak pjesa e koalicioneve, unë do thoja duke i përjashtuar këto partitë e vogla të cilat nuk u arrit koalicioni, ju dha disa arsye, përmendet disa, partinë e zotit Qolli, i cili ka një program komplet ndryshe, një program eksa të majt, dhe pavarësisht se zoti Basha nuk mori mandat, por nuk është se nuk ka hequr vota, po ashtu edhe partitë të tjera. Partia Demokratike ka dhënë disa mandate të çuditshme brenda listës së mbyllur koalicionit. Unë do të bëj nuk kam dëshuar asnjëherë tek sinqeriteti i përgjigjes tënde, por vërtet e desha një përgjigje sinqert. Ka parti që ke Partia Demokratike marrin deputet ka 20 vjet më burra, kanë elektorat. Ke gjithë emisionin ke lista mbyllur. Aty kemi tani se të fuzësh të dy, nuk kam asgjë as me zotin Luka, as me zotin Duka, por të fuzësh në listët e mbyllur të Partisë Demokratike të dytin listë, zoti Duka është makineri i votës. Unë mendoj që kjo gjë nuk është reflektuar shumë në Durrës, më kupton, edhe mund të jetë, po ka nevojë për analizë më të plotë, edhe më të thellë, më kupton, nuk është qartësisht për të ngritur si gjë, po nuk e shikoj që është problemi më madhor, po themi në qytetin e Durrësit, po në Tiranë për shkak e shikoj shumë problem. Edhe ke kryetarë partish që kanë kandiduar në listë të hapur, edhe kanë marrë nga 1 ose 2 mandate, nuk e kanë për qëllim akuze, e kanë për qëllim analizë reale pune. A ka mundësi të bëhet një analizë reale pune si kemi bërë këto për llogaritjet e mandateve të koalicioneve. Se ndoshta në Durrës deli arsyeshëm ose i paarsyeshëm. Në Tiranë ja 2-3 duket qartë që janë të paarsyeshme, po dikush tjetër mund të jetë i arsyeshëm. Kupton? A ka mundësi të bëhet një analizë e plot në rang republike për të kuptuar ku kanë qenë të shëndetshme këto mandate që janë dhënë koalicioneve dhe ku nuk kanë qenë të shëndetshme, me ulë edhe me këto kryetarë partish edhe me ja shpjeguar zotëri, kjo është situata, nuk është gjë personale. Kupton se ne sot diskutohen mandate të tjera deputetësh, këshill bashkiak, është në të mirën e punës, elektorati që ju përfaqësoni është kjo.
bëjmë dot një marrëveshje tjetër shtesë që nuk përfshin këtë mandatin e deputetit, po diçka tjetër shtesë për ta përmirësuar dhe për të vazhduar rrugtimin bashkë. Se dëmtohet opozita, nuk është çështja se kush po merr mandatin, se në fund fare mora zotin Duku dhe zotin Luku, sepse kanë aq njohje dhe aq njerëz me vete të dy, si zoti Duka dhe si zoti Luku, sepse janë angazhuar me biznese gjithmonë. Sa që sido që tjetë, pavarësisht se i dyti, i pesti, i treti, është pjesë e një koalicioni dhe e kanë, si të thuash, të gjithë pjesën e mundshme për të pas votat më rapa. Por unë kam bërë një sondazh, jo sondazh, nuk mund ta quaj sondazh, por kam pyetur 5-60 vetë në Durrës, rastësisht. Kush është kryetari i Partisë Republikane në Durrës? Nuk e din kush më. Po, më duket se nuk kam, apo nuk e... Po është pjesë e koalicionit për të Për mua... Ka 20 e sa vjetë që merr mandat. Edhe zoti Mediu prapë është për të bërë një vlerësim real në të mirë të punës të raportit se çfarë vlerësimi është dhënë dhe çfarë efekti elektoral ka realisht. Për mua nuk është arsye që po japim mandat sepse bëri lobingun në Amerikë dhe arriti të bënte atë marrëveshjen. Dakord, është një pikë plus, po gjithsesi pa hyrë në debat a ishte marrëveshje mirë apo jo, po themi duhet të analizu pjesa edhe strukturat, edhe sa të forta ka partia që po pretendon mandat, çfarë takimesh bën, çfarë kauzash ka mbrojt, kush janë njerëzit, se janë gjëra që vlerësohen dhe mund të vlerësohen këto fizikisht, nuk është se është diçka që utopike dhe thjesht merret me hamencim. Unë kam i bindje që Rama ka lloj rezultati sepse përveçse se përdor gjithë anën e errët politikës, gjithë anët më negative, bën dhe analiza goxha plota të realitetit, faktorëve që janë nëpër zona dhe përdor gjithë mënyrat për të arritur për të bindur ato faktorë, po analizën e bën. E bën analizën. Edhe ne tash duhet të ofrojmë një lloj politike të denjë për 2025-ën. Jam dakord që duhet kriju fryma, jam dakord që duhet mobilizu njerëzit për të ngrit, për të reaguar, për të bërë, po gjithsesi do edhe lëvizje strategjike, siç diskuton koalicioni parazgjedhor, reformë territoriale, kodi zgjedhor, ke qindra gjëra të tjera që janë lëvizje strategjike që të rrisin mundësinë në fund për me fituar zgjedhjet. Zoti Duka më shprehur këtu në studio që ka filluar e keqja më e madhe pikërisht ka reforma territoriale, ku Partia Demokratike nuk u bë pjesë. Jam dakord. Dhe çfarë ndodhi? Shaku është i djathtë, hajde njësim çik më minus të majt. Pra u ndryshu komplet struktura e zgjedhjeve dhe votimeve. Po është vërtet sepse ke qarqe, po të marr Fierin dhe Vlorën. Po të marr Fierin dhe Vlorën që një mandat e nxjerr me 1000 vota më pak PS-ja, 1000 deri në 3000 vota më pak se ç'mund të marrë PD-ja një mandat në Kukës, një mandat në Shkodër, një mandat në Lezhë, më kupton? Janë gjitha kalkulime që ato e kanë bërë me lapse letër, edhe janë për qëllimin e qartë për manipulimin e rezultateve zgjedhore. Edhe për këtë prapë është i detyrë shtëpie që duhet ishte bën mirë nga pjesa jonë sepse kemi edhe rastin e zotit Lapa, i pavarësisht që ai ka dalë si subjekt në vete, por të marrësh aq vota dhe përfaqësohesh me një deputet. Pra del ajo... Po ishte diçka e pritshme. Del ajo Zgjinea me 5.000 vota tani. Unë jam shumë kurioz që sa pres shtatorin për ta ngjuar në diskutim në parlament, po tani të marrësh 60.000 vota dhe të futësh një mandat. Po çfarë ligj është ky më? Shqyr që doli Zgjinea, e them. Po se Zgjinea do kesh aty tipo. Është pasqyrim i mënyrës se si i bën punën qeveria dhe i elementeve që kanë zgjedhur. Ai është imazhi. Edhe për ne na ndihmon shqyr që doli. Nuk do hym listës, jo, nuk do hym listës se me hym listës sa Zgjinea do shohësh aty se nuk e di asnjë me tamam se ka. Ti në vendën tem rrugës ke futur me peçin, e kupton tani çka ka ndodhur, një profesori në Rum tash që ka zëvendësuar një tërmet. Politikani i vjetër i qytetit e ka thonë që Partia Socialiste nuk është më në dorë të socialistëve, është në dorë të bandave të krimit. Edhe di çka kush është gjëja që atëherë opozita do ndërtoj strategji për këtë? Ja, pjesa më problematike. Mos po them bëjnë banda dhe opozita. Që shikoj në shoqëri sot, pjesa më problematike. Shko ke bashkia, do me marru punë, do të kontaktosh një të fort,
një gangster Po, që të shkoj bëj ato lidhjet e tij, të marrë punë më mirë ai se sa një. Jo, s'ke nevojë me shkufare, po shkove ke një nga marrë ato. punë me telefon. Me Shko ke hipoteka, kupton, po të shkosh si qytetar ta nxin jetën me procedura, me letra, do ikësh lart e poshtë, do harxhosh lekë sa të duash edhe nuk mbaron punë. Do të marrësh i leje ndërtimi, është e kot, shkosh ke institucionet përkatëse. Edhe këto janë histori reale se po bën edhe kështu Barsoleta, kafenesh. Ke persona që interesohen për të ndërtuar dhe thonë, po shkoj të takoj këtë të fortin, kupton, edhe nuk po shkoj fare ke institucion, ke bashkia për me marru punë. Dhe vjen vetë ai punojës i bashkisë aty ke lokali ku po, edhe të guxojnë drejtorat e hipotekës edhe punojësit e bashkisë edhe të shtetit e gjithë të mos ta bëjnë siç e kërkon ai. Shkon dhe i ka përveshësh. Përveshësh i kap ai dhe i detyron që të firmoset. Dhe ky është shteti i ri, dhe ky është mëruar ai dhe ka dhënë ai mandatin. Kjo, po krimi më i madh që mendojun që ka bërë Edi Rama sot është që ka bërë një lidhje mes krimit edhe shtetit dhe janë bërë një. Dhe krimi nuk ka kufi. Krimi futet në çdo instancë shtetit dhe vendos për shtetin. Krimi vendos drejtorat e policisë, krimi vendos drejtorin e hipotekës, drejtorin e tatimeve, drejtora edhe shkolla është i vendos. Kupton, në çdo institucion është kriju kjo lloj fryme. Edhe në këtë lloj terrori po ndërtohet shoqëria shqiptare dhe po jetojnë shqiptarët sot. Kështu që Adrian, sepse ne pavarësisht se u morëm më shumë me pjesën e opozitës, por her mas here dolëm edhe tek pjesa e pushtetit dhe e ndërhyrjeve që ka bërë në unë do doja fakt do të lej një minutazh të mjaftueshëm për të sistemuar ato që ju keni qenë edhe profesues në KZZ më duhet apo jo? Po, KZZ 24, duke shkolla e muzikës. Atëherë, domethënë që keni parë me sy tuaj se çfarë ka ndodhur, por edhe me kolegët, ndërkohë që jeni edhe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike dhe jeni tashmë duke përgatitur atë që do quhet farsa elektorale, siç e ka quajtur kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha. Doja dija çfarë ndodhi me zgjedhjet, por tani jo me Partinë Demokratike, po me atë pjesë që është Partia Socialiste në pushtet. Okej. Prap kaloj tek ajo pjesa. Janë ato 20 votat dhe 30 votat për kuti. Këto e bëjnë që diferencën, që të kthyer në 300 kuti janë 6.000 deri në 9.000 vota në Durrës, edhe kjo 6.000-9.000 vota nga Partia Demokratike kalon tek Partia Socialiste, pra dy fish 12 deri në 18.000 vota, nga 8.600 që është për të fituar opozita, fiton 8.600 të regjimi. Tash si e ka realizuar këtë? E para, 200 miliona euro falje gjobash, patjetër që reflektohet në elektoralisht apo jo. E dyta, 100 euro për çdo pensionist, një javë ose 2 javë para zgjedhjeve. Po patjetër ato gjyshet edhe gjyshet tona i ndikon ai 100 euro që për shumë njerëz është zero, nuk vlen as pak, për ata është shumë. Jo, për pak njerëz është zero, për shumë njerëz është shumë. E vërtet, e ke drejt. E treta, krimi. Edhe ti mund të shikosh rezultatet elektorale, të del në Durrës edhe në Elbasan, të dalin element që janë të përflitur për marrëveshje me banda kriminale, të dalin me më shumë vota se sa Edi Rama. Tash janë reale këto, nuk është çështje se po. Kemi një fakt në Durrës, është një fakt shumë i thjeshtë. Arkend Balla ka qenë 2 vjet deputet. Po. Ka hyrë në parlament me 2.000 sa vota për një largim që pati një deputet i qarkut kryeës të Raja, më duket më bjerë me Raja, nuk jam i sigurt. 2 vjet nuk ka folur asnjëherë në parlament dhe nga 2.000 vota ka marrë 20.000. Tani, o ky popël do deputet që të dalë Edi Rama ta justifikojnë se si u bë, se si arriti që dalësh nga 2.000 vota deri në 20.000 vota. Po ju si opozitë nuk do dili thoni që për këtë punë. Po opozita ka dalë, ka fol për këtë pjesë. Se opozita e ka ngritur si shqetësim. Them pjesën zyrtare të opozita e ka ngritur si shqetësim të kësaj pjese. Unë po flas për një proces serioz zyrtar të opozitës, jo për konferencën shtypi. Që ti vazhdojmë gjitha pikat. Vazhdojmë me pjesën e krimit. Kalojmë ke tenderat. I zgjedhaj në çdo zonë, ose për ne janë grup seksione, për Partinë Socialiste janë organizata ose lagje, dhe për çdo zonë din ku kon edhe ku ushqen faktorë të ndryshëm që ndikojnë.
se nuk është se janë aq shumë, dhe nuk është aq e pamundur për të arritur për t'i kontrollu. Futi edhe targetin që i vendoset drejtorave, cilët përdorin gjithë favoret e administratës, që ke pjesa që e detyron punonjësin 6 muaj para zgjedhjeve, i thot mos hajde fare në punë ti, thot. Kupton, ta justifikojmë ditën e punës, do shkosh ke shtabi aty e do merresh gjithë ditën me zgjedhjet. Ne e kemi të pamundur këtë gjë. Ne jemi në punë nga ora 8 deri në 5, 6, 7, 8, mbasi marrojmë punësh, kemi angazhim të dy. Kemi punojmë personalisht, kemi punët personale, kemi karrierat tona personale, po angazhohemi kohën e lirë. Edhe kemi edhe të vështirë që t'ja kërkojmë atyre personave që rrinë në përshtabe, kemi të vështirë t'i themi, ora rriti këtu, se në fund fare nuk ke çfarë t'i ofrosh krahasim me ç'i ofron krau tjetër. Dhe ato mbushin shtabe me administratë shtetërore. Fakt tjetër që ke njerëz që nuk e di, mund të jetë 20% që administratë, 30% që administratë, nuk shkojnë fare në punë. Nuk shkojnë fare në punë edhe marrin nga 600.000 lekë deri 1 milion lekë në muaj marrin rrogën kot. Edhe gjithë këto i ke shumë aktiv në fushat. Se çfarë do bëj ai? Ai personi e din që ato 3 muaj, 4 muaj para zgjedhjeve do i jap fort që të justifikojë atë rrogën që për 2 vjet nuk ka ardha si ditë në punë. Ose diplomën falso që ka është punësuar. Po diploma, arsimi, shëndetësia, gjitha fushat, policia janë gjitha fushat që përdoret në moment të fundit edhe ta jep atë efektin 20 vota për kuti deri në 30 vota për kuti, që janë 6.000 deri në 9.000. Dyfishoj se kalojnë nga PD-ja KPS janë 12.000 deri në 18.000 vota në Durrës. Nga 8.600 për PD-n shkon 8.600 për PS-n. Këtë nuk është se bën ai shkencë të madhe ai, se është diçka që shumë nuk bën shkencë të madhe, por problemi është se si do analoni këtë shkencën e vogël të tij. Ju e dini që do përdorët një strategji dhe opozita pa deklaruar që vota juaj do mbrohet, aq më shumë që ngjallë një besim që spaku do ishte në terren, ishte një marrëveshje, ishte për me prokurorinë. Pavarësisht nëse edhe duam të jemi kritik me PD-n shpeshherë edhe me bashkëpunëtorët që gjykojmë që nuk i kanë bërë siç duhen gjërat, edhe kaq që thjesht nuk është, se s'mund t'i thosh ti mbroje votën. Çfarë do bëjë unë tash? Si ta ndalojnë atë që t'i japi tenderin atij? Si ta ndalojnë tash pjesën e 200 milionë euro falje gjobash që bën ai? Thonë ja po e denoncoj, ja po e çojmë në gjykat. Po çfarë të bëjmë? Nuk arrit gjej dot një metodë tjetër, se nuk është ligjore, nuk është demokratike. Ai del edhe e shkel ligjin, kryeministri del e shkel ligjin, këton para të gjithëve, para të gjithë shqiptarëve. Edhe thotë unë e bëj se kështu më teket, se kështu duam. Po e ka fajin opozita. Kjo është diktaturë atëherë. Po është diktaturë, nuk jemi në një sistem demokratik. Do të thonë që kemi çfarë bëjmë. Organet e drejtësisë nuk përgjigjen. Po ai vjen lëvizje krimin, i nxjerr nga burgu pak muaj para zgjedhjeve. Kton normalisht fillojnë bëjnë atë efektin bazë. Çfarë do bëjnë tash? Shkoj ta arrestojë atë? Atë kriminalin çfarë do bëjnë? Do shkoj ta kap ta arrestojë, se s'po kuptojnë tash. Çfarë policia mund? Keni bë amnisti bashk. Partia Socialiste, Partia Demokratike kanë bashku votat, kanë bë amnisti për të kaluar për të ndërtuar 2 komisione që nuk u mor vesh as si u ngritën, as si përfunduan, as çfarë produkti prodhuan. Nuk jam dilit se pjesë, në thëmë vërtetën, po unë di që shpesherë, në për media në dalin lajme dhe doli filani me 4 vrasje, kupton, dhe 3 muaj para zgjedhjeve, del ti tjetër, kupton, me i dyshuar për 2 vrasje në Belgjik, kupton, 1 muaj para zgjedhjeve, del një tjetër i dyshuar për trafik ndërkombëtar drogë në Itali, kupton, 6 muaj para zgjedhjeve, edhe ku shkojnë këto? Se për çfarë dalin këto? Po edhe i takojmë lagje rrugës aty. Unë ke KZAZ-ja 24, i kisha vëzhguesa aty. I kisha për gjithë 5 ditë aty, pull posta aty i kishim, kupton, detyroheshim të punonim me ta në qargullim. Çfarë do bëjnë ti? Do i arrestoj, se kuptoj. Ç'a mund bëj? Unë do vazhdoj, do mbroj, do luftoj për idenë opozitare dhe për ato ide që mbroj. Po nuk kam për detyrë, po mos tremen, mos intimidohen, të luftoj deri në fund dhe mos të rishem as moment. Kjo është detyra ime. Po bëjmë fajtor se ai përdor. Nuk e kam aty. E kam ke pjesa që se edhe ne jemi frikacak. Po them që nuk ato se bëjnë për 3 muaj, ato kanë detyrim sepse kanë marrë një urdhër dhe marroj punë. Po dakord, po ai intimidon. Ai intimidon kur del
shkojnë për të kërkuar vot. Jam aty, jo ai shkon ta merrte lagja. Nuk i vjen zgjedhje që ka dalë nga burgu, Ardian. Jo, s'po them Dhe që ka bërë vrasje, mund ta ketë bërë vrasje dhe ka halli qyçi. Shkon merr votat te lagja vet, ai shkon i merr votat, shkon i intimidon votuesit. Sistemi i detyron se edhe i kërcënon ato votuesit. Edhe ja thot edhe i fjalë shtesa ai, edhe se kemi pas shpesh raste që kemi pas ato jo vetëm atyre, po ato kërcënojnë edhe kandidat që të kanë denoncuar, kanë zgjedhë. Po ka zona që nuk kanë lënë kandidat që të bëjnë fushat elektorale. Nuk i kanë lënë terren dalin që të Po ka dhe kandidati çfarë është kjo? Ka dhe kandidati që shkon pikave vet atje, por nëse ai ka ndërtuar një sistem të tillë, dhe kjo do të ishte ajo që duhet ta shqetësonte opozitën, sepse opozita ka informacione të veta dhe ka burime të veta, madje edhe në institucionet të shtetit. Opozita ka mundësi të bëjë denoncime. Ai ka ndërtuar një sistem për vjedhjen e votës, luftën e mos të riqet. Pas ka dalë një nga burgu që kanë vjedhë zgjedhje në Durrës. Jo, s'ka dalë një. I ke 10-ra. Edhe në gjithë Shqipërinë mund të jenë qendra. Por zgjedhjet kanë vjedhë ato që kanë qenë në burg. Ka ndërtuar një sistem droge, një sistem pasurie lekësh. Edhe një herë, un po flas për një nga faktorët. Ai që ka marrë 20.000 vota rrinte në lokali ku janë bërë arrestime të ditë. Për një nga faktorët është kjo pjesë. Pastaj ka qindra arsye të tjera, 10 arsye të tjera që po diskutonin bashkë, por që patjetër që ndikon krimi edhe është si sistem i bazuar. Tjetër patjetër krimin. Ma mohon dot që shkojnë dhe i futen zyrë drejtorave të PS-s edhe i kapin dha përveshësh kur nuk duan me firmos. Ai kapin apo jo? Ma mohon dot, se ti e njeh mirë qytetin. Drejtori kanë vetë të mërbu. Po pikërisht pra. Drejtori kanë vetë. Po drejtorat e policisë. Me marru punë. Po ma mohon dot që para një jave kanë ushtruar dhun ndaj një polici në Durrës? Ma mohon dot. Kanë ushtruar dhun ndaj një polici. Aq forta e mendojnë veten bandat sot? Kupton sa që shkojnë ushtrojnë dhun ndaj një punonësi të policisë. Imagjino çfarë bëjnë një qytetari ato. Më kupton? Çfarë po flasim ne këtu? Po flasim për duhet të mbrojë votën opozita. Këtu jemi në kushtin e lufte civile, më. Këtu është votë marrësh armë tash, kupton, edhe të bësh aktivitet opozitar, duhet lëvizësh i armatosur më burr. Nuk është normale fare më burr. Jo më armë. Duhet lëvizësh i armatosur, fushat elektorale duhet lëvizësh i armatosur. Shpresojmë jo 97 mos. Është një ambient i tillë. Fushat elektorale, një kandidat serioz dhe i fortë duhet lëvizë i armatosur. Ktu në Durrës, po flas tu qytetin. Që të mbrosh njerëzit e tu që të mbështesin, duhet marrësh armë, sepse do përballesh me njerëz që të lëvizin me armë, edhe që janë për qëllim për të bërë vota për Partinë Socialiste. Çfarë do më? Kjo është situata, e prakt një lufte civile. Se bëjmë dot masive këtë gjë, po në njësi të vogla duhet të ruash, se s'ke ç'a bën. Atëherë, për të kaluar tash, besoj që ju prekët po thosë të gjithë problematikën e zgjedhjeve dhe madje ajo që thatë në fund është edhe çikse më dhimbshme sepse nuk ka. Është realiteti, është 100%. Po pra ju e shikoni në realitet sipas zgjidhje. Sepse çfarë do ndodhi në këtë vend kur ne po themi tani kur qytetarët po thonë që po kanë çik më besim drejtësia, po shkon çik më mirë dhe të kryesh të situata tani. Unë nuk e kam mbajt fare këtë linjë që akuzonin Spakun, nuk isha. Jo Skap, jo këto nuk m'pëlqente kjo lloj retorike, po Spaku dështoi në mënyrë flagrante ke zgjedhjet e 2025-s. Shkonte kapti i Hallexhi aty 1500 vota me zor i kishte vënë ai, gjë ai PD-s ai dhe ka po ble vota ai. Tu u bë blerje masive, tu bë nga 10.000 vota edhe zgjetën asnjë provë ata Spaku. Nuk kam qenë, nuk ka pëlqyer kjo Skapi, kjo retorika nuk ka pëlqyer. Retorika Berishës për të sulmuar Spakun. Po sot unë futem ke ato persona që edhe pse kisha pak besim ke ky institucion, shoh që është një institucion që bë goditje politike të organizuar nga dikush tjetër më sipër. Është një metodë që Redi Rama përdori për pastruar partinë e vet, për ta pasur më shumë kontroll dhe për të goditur opozitën. Është një institucion që është në kontroll total. Se po mos ishte në kontroll, këto zgjedhje ne e dim shumë mirë se çfarë lloj shkelje janë bë, do ishin bë dy njerëz shembull sa për t'i vënë linjë dhe gjithë tjerë, po su prek asnjë më. Asnjë, zero preke nga Spaku. Ne nuk e dim. Janë 41 çështje që po jetohen nga Spaku. Po tash që fituan zgjedhjet ato dhe që morën mandatin e 4, tash të bëj dhe 400 çështje ato. Po jo, se nëse vërtetohet që ai ka vjedhur dhe është pjesë e krimit, mandati nuk e merr ai, e merr dikush tjetër. Po prapë PS si ngelet.
Nuk ka rëndësi tani se individin të shkohet, ai që bën vjedhjen të shkohet, ai që tani. Unë jam dakord, kjo është argumenti moral dhe kështu vlen, po flasim përballë me një regjim dhe me një kryeministër që s'do me ditë fare për moral. Mund të heqë mandatin. Është thjesht një adult ordinar më burr. Është një njerëz që thjesht ka ardhur këtu për ta vjedhur këtë vend, për ta zhvat në maksimum, nuk do me ditë fare as për individ, as për familjet që janë këtu, as për moral, as për shoqëri, as për të lënë një emër të mirë. Ai është thjesht me objektivin e qartë për zhvat, edhe thjesht që ta zhvasi këtë vend, ashtu siç i intereson. Po Zida, ndërkohë që luftonte Ramën, u njiçën në përshkallë për Selinë e vetëm si filmi Skënderbeu. Po shumë mirë bëm që shkum aty. Unë kam qenë nga ato persona si Skënderbeu, nëse ishte, nëse qym kështu. Dakor. Luftum për të bërë një opozitë që s'ishte e kapur. Për mua opozita e Lulzim Bashës ishte e kapur. Lulzim Basha ka qenë kandidaturë e Berishës. E propozuar. Është gabim i Berishës që është shumë gabim. Berisha bën gabim që bie Bashën, Basha bën gabim se përzën Berishën, Berisha vjen prapë se thotë Basha tani po pse kështu do i thoni, kështu do kthehon besimin e popullit ju. Po flasim për protestën që u bë tek Selia e Partisë Demokratike dhe po ishte një detyrim që çdo edhe ti babaj tim që ka vdek, që ka ngrej dy gishtat. Ishte një për mua ishte një betejë deri diku heroike do ta quaja, sepse ishte një popull opozitar që lufton për drejtën e vet, edhe mori përsipër guximin për të shkuar deri në fund, për të paktën për të liruar kampin opozitar. Kështu që ajo ishte i kallë shumë e drejtë dhe unë i qëndroj. Edhe Prifti është popull, Vulën e morët dhe gëzimi më i madh ishte që kena marrë Vulën. Jo, s'ishte ky gëzimi. Se tash është keq interpretim, morën Vulën. Tash është ideja që na dha Rama Vulën. Ju dha mundësia popullit opozitar që të drejtojë opozitën në mënyrë të pa kontrolluar nga Partia Socialiste. Nga Partia Socialiste nga 63 mandate kënë shku 50, 13 mandate me pak se Basha. Sepse janë gjithë argumentat, janë abuzimet shtesë që bën regjimi, janë edhe gabimet të opozitës. Janë të dyja që kemi ka shkaktuar të rënë. Edhe përçarja me partitë e vogla kanë gjitha efekte vet. E preka më të punë sepse i takon gjithmonë, unë insistoj, unë nuk jam politikan, por unë insistoj që Partia Demokratike, duke qenë partia më e madhe opozitare, ka detyrimin kryesor për të bërë bashkë gjithë opozitën. Pra, jo vetëm një javë para zgjedhjeve, por gjithmonë ka shumë politika, ka shumë lepërnjita që funksionojnë, ka shumë tunele që merren vesh, ka shumë korrierë që funksionojnë. Partia Demokratike do të kishte nisë me kokë këtë punë, sepse dashje pa dashje, 500 vota njëri, 1000 vota tjetër, ti bëre një llogari të thjeshtë, aty e bëre me 20. Por ama gjithë partitë vogla në çdo qark kanë heq ca vota. Dhe këto ndikojnë, pavarësisht se kodi zgjedhor u bë ashtu siç u bë se e diskutuam mos i rikthehemi më. Për të dalë tani tek ajo, sepse thatë sa gjëra kështu të rënda që Rama ka ndërtuar një sistem të tillë, një diktaturë, si masjush është shumë e vështirë për ta thyer pa pasur një mosbindje civile. Unë nuk po them me armë pa armë se nuk më lejon etika për të thënë nuk jam përthirrë këtu, por një mosbindje civile që në fakt nuk është se Partia Demokratike nuk e ka deklaruar dhe herë të tjera për të bërë ose ka ushtruar në orare të caktuara të bllokuar rrugët e Tiranës. Problemi është këtu. Dhe pyetja ime është duke njohur thash edhe angazhimin tuaj, çfarë do ndodhi me opozitën përballë një Rame që futet në mandatin e 4, pra që i bie që të filloj fuqizimin, pavarësisht se nga mrena mund të ketë filluar rënimi, është pjesa e padukshme ajo. Unë kam një kështu një bindje në veten time që fitoret e mëdha gjithmonë sjellin mbrapa pasojë të mëdha, nuk e di. Por Rama ka edhe një veti që Rama pastron vetë partinë nëpërmjet spagut, bën sigur i dhimbsen derdh lot krokodili. Dhe në Partinë Socialiste tashmë me përshtim të Erion Braçës nuk e ngelet si socialist për jesë vërtetës. Çfarë do ndodhi me Partinë Demokratike? Si ka menduar Partia Demokratike përveç procesit të denoncimit të zgjedhjeve, që është një proces që besoj që po vazhdon. Ka një debat se tash që ta pjeshtojmë edhe pa komunikimin, ka debatin e çështjes kryetarit të partisë apo jo. Unë futem tek ato persona që mendoj të paktën momentalisht
kryetarin Berisha. Ti ke Berisha, mos i ke Nuk duhet Berisha. me lëviz për momentin. Jo, nuk e kisha kuptuar. Pasi jam dakord çfarë do ndodhi me opozitën apo jo? Po përshëndet. Okej, kështu që kjo është jo se thjesht dua ti kap gjërat me pika dhe të zbresë edhe më Tani poshtë. Berisha ka ngrit kauzën për të mos ikur. Denoncimin e votës. Mendoj që duhet lënë sepse është personi i duhur momentalisht për t'ia nxjerr jetën Edi Ramës. Se mendoj që po të prodhosh një kryetar të ri partie kaq shpejt, më pak se sa një muaj nga kalimi i zgjedhjeve, do të vinë një kryetar tjetër, 2 telefonata, një ambasada amerikane dhe një ambasada e Bashkimit Evropian, që mund të kërkoj me pak influencë nga kryeministri, se këtu kemi parë ambasadorë që na vinë, si me thon Hallexhinja dhe ikin milionera, kupton? Me pak influencë të kryeministrit mund të ndikojnë dhe kryetarin e ri të partisë. Më kupton? Kështu që momentalisht mos mendoj që kauzën e kontestimit të zgjedhjeve duhet ta vazhdoj doktor Berisha. Po për qartë në qoftë se kauza dështon, duhet futet në fuqi statuti edhe të ndryshohet kryetari i partisë. Por kauza aty vazhdimi i tij mendoj që është mbi bazën e performancës, mendimi im personal si një antar, po, s'po flas në emër të gjithë. Prandaj nuk e pyeta do iki Berisha do rri Berisha sepse thash, unë paka shumë sa kam ndjekur politikën nëpërmjet 30 viteve si gazetar, unë e kuptoj që Berisha ka ngritur një kaos tani, që është denoncimi i votës vjedhur, pra farsa zgjedhore, që po angazhohet edhe me kancelarit edhe me partitë të europiane të gata, mirë strukturuar. Për të bërë atë, ka premtuar që për 2-3 javë do jetë gati raporti përfundimtar me fakte. Shumë e shëndetshme për demokracinë shqiptare. Prandaj nuk të pyeta do iki Berisha, unë jam shumë i bindur që nuk do iki Berisha dhe nuk di çfarë do ndodhin shtator pastaj, por ideja është këtu. Partia Demokratike në vetvete, ju keni bërë një status para pak ditësh ku i kërkoni zyrtarisht largimin sekretarit Partisë Demokratike zotit Flamur Noga. Dhe në fakt unë kam dëgjuar shumë njerëz që e thonë këtë, ju keni kurajin, unë ju admiroj për këtë, që e keni bërë publikisht edhe jeni drejtuar me shumë kulturë dhe me shumë respekt, duke përmendur edhe kompetencat që ai ka dhe që nuk kanë funksionuar. Pra ideja ime është këtu, a duhet vazhdoj Partia Demokratike tani të merret Berisha që ka personi që do ta marrë të kaos. Po, a do ta marrë Berisha të kaos sepse na duhet Flamur Noga, edhe vetëm me Flamur Nogën dhe me Gen Sazimirin do ta marrë këtë punë? A i duhet Partisë Demokratike Durrës bëj zgjedhje një kryetar, dhe kryetari 1, kryetari 2, dhe bosi prindit e Erion Velis, prindi 1, prindi 2. Shiko, se kapëm disa tema, po e nis nga fundi, kryetari 1 i degës 1 dhe kryetari i degës 2. Pse u bë ky lloj formati? Kryetari i mëparshëm vendosi që të futej në garë për primare. Sipas statutit, duke qenë se ishte kryetar degë, nuk kishte drejt mante edhe detyrën edhe të kryetarit edhe të kandidatit në primare. Por rrjedhoi, bëri vetë dorëheqje në mënyrë shumë fisnike, edhe realisht unë mendoj që bëri punë shumë të mirë duke punuar në kushte shumë vështire, po flas për zotin Noti. Kështu që ne u gjendëm në situatën që nuk kishim një kryetar degë. Edhe rreth 1 muaj para zgjedhjeve, 2 muaj para zgjedhjeve, zgjidhja më praktike që ishte për të vendosur nga një kryetar për secilën prej degëve të qytetit Durrësit. Kjo për mos ta futur prap degën në zgjedhje, se ne nuk mund të rrim të organizojmë zgjedhje brenda llojit 1 muaj para zgjedhjeve krahasim me krahun tjetër. E dim shumë mirë që sa herë që ka zgjedhje brenda PD-s, ka shpeshherë edhe pak nësi, krijohen ato fraksione, klane. S'keni bërë zgjedhje ndonjëherë prandaj. Jo kemi bërë, ti përmenda 4-5 rastet e zgjedhjeve më përpashme, po gjithsesi do dalim më shtet. Unë po them zgjedhje tani, bëjmë marrëveshje për fjalën zgjedhje tani. Zgjedhje një herë janë bërë zgjedhje që unë i kam admiruar dhe unë kam qenë personalisht me një lloj tifozliku, kam qenë kundra Osmanit, kam qenë pro Ardumuku sepse shikoja një figurë qyteti e cila mund të ishte më shumë përfaqësuese se një figurë fshati, sepse çka ka ndodhur me Partinë Demokratike Artion. Ju e mbani mend në momentin që nuk ishte bashkia e madhe, institut vendore zgjidhin kryetarin e partisë në Durrës. Pra vinin komunat me nga 15, ai kishin ditë festë, ditë pushimi ato, i rrazin sa qoftë aty ke lokalin qendër edhe. Pra problemi është që Ardumuka që u rizgjodh kryetari i Partisë Demokratike, ka bërë një deklaratë para pak muajsh që nuk merr më me politikë. Dhe e ka bërë zyrtarisht. Pra unë s'merrem me politikë, i demotivon
edhe ato njerëzit kanë ndjekur pas. Ai e ka deklaruar ndoshta unë se di, po unë e di që ka qenë aktiv. Kështu që nuk e di tani aktiv me prit kur vje Berisha në Durrës, kur vje Berisha në Durrës aktive, atë e di unë, më them aktiv. Tani, unë zgjedhjet e 2013-14-s i quaj, po dhe ato të fundit, po marrin të fundit. Po ka pas zgjedhjet Cara, Muka, Stafa, ka qenë zgjedhje goxha të forta, edhe që ka qenë në 2022 ose 23-shin. Edhe këto të fundit, që u zgjodh zoti Johoti, nuk ishin zgjedhje, mua më duken zgjedhje të rregullta. Nuk u ndalu asnjë kandidat të kandidonte, më fal, nuk u kandidoi asnjë kandidat. Po jo, po ishte një parti krize, ishte në krizë burr. Sepse nuk është aq keq situata paktën për këtë pjesë sa që diskutohet. Ishte situatë krize, po ato tre ishin kandidat, zoti Prifti, zoti Xhaferi edhe zoti zoti Astrid Xhaferi, jo Ferdinand Xhaferi, dhe zoti Hoti. Nga kjo garë që u zhvilluar për mënyrën se si u vepruan lobet brenda partisë, zoti Hoti, po zgjedhja nuk ishte në atë fazën që ka qenë me Mukën dhe Stafën. Sepse me Mukën dhe Stafën nuk ishin lind debatet e brendshme, pra çdo gjë funksiononte si një parti që doli në opozitë, s'është që me madh me dali parti në opozitë. Jam dakord. Po dalësh në opozitë të rresh pushtet. Po zgjedhje ka patur. Zgjedhje kanë qenë. Vazhdi bën për zgjedhje tani, edhe Rama thotë zgjedhje kemi botët, po. Edhe një herë 2024 kur u zgjodh zoti Hoti ose 25-ën, nuk ka patur asnjë që të jetë ndaluar të kandidojë. Kishte një parti që ishte shputur dy pjesë. Ishte shputur dy pjesë. Jam dakord, po nuk u ndaluar njëri. Po nuk u ndaluar njëri që të kandidojë. Për të kaluar tek pjesa juaj, tek pyetja fillestare që nisët, pra Berisha vazhdon pjesën e kauzës, po për ta vazhduar këtë kauzë në mënyrën më të fortë dhe më të shëndetshme të mundshme, unë mendoj që ekipin e tij do ta rifreskojë. Këtë rifreskim do ta kishte bërë që para zgjedhjeve 2025-s. Lista Tiranës për mendimin tim, lista mbyllur, Traçereku janë figura që janë të konsumuara dhe që pavarësisht se i vlerësojmë kontributin, punën, angazhimin, nuk po i bëj gjyq tani se unë nuk jam askush për t'i bëj gjyq askujt, por thjesht po shpreh një mendim si antar. Është ideja që duhet të ishte vjen një moment të dorëzoj fanellën. Eksakt, ose çdo person që punon, është e vërtetë që punon 4 vjet me i vend pune, fillon edhe lodhesh që bën 8 vjet, bëhet i çike bezdisme. Kto u bën nga 20 vjet tani, vjen keq, do të thonë edhe nuk është se kanë më rendiment edhe nuk kanë më produktivitet. Por rrjedhoj duhet të kenë një reflektim vet ata në radhë të parë, ta kuptojnë vetë realitetin se si është, edhe të gjykojnë mbi bazën e interesave të opozitës. Jo vetëm thjesht interesat personale, se në fund fare morën një mandat deputeti, prap ta gëzojnë aq vite sa e kanë, kupton, po të paktën të vlerësojnë mbi bazën e interesave të opozitës. Për këtë arsye edhe unë kam dalë, sekretari i përgjithshëm i duhet bëhet një analizë mbi bazën e performancës që ka patur. Çfarë përgjegjësish ka kur sekretari i përgjithshëm? Duhet të jetë një jurist shumë i mirë, duhet të jetë njëri që e njeh shumë mirë partinë. Duhet të balancoj partinë në momente që ka vështirësi partia dhe patjetër është arti i politikës këtu. Për mua sekretari i përgjithshëm duhet politikani më politikan që duhet të jetë në Partinë Demokratike. Duhet të jetë një negociator shumë i mirë, po duhet të ngrejë edhe kauza në interes të popullit opozitar, sepse është numri 2 i partisë. Jemi edhe në situatën që kemi edhe një kryetar të më shumë që mund të çudit në fakt se si arrin të bëjë aq shumë aktivitete, po sekretari duhet të jetë, si më thonë, një energji shtesë shumë e fortë, një jetë politike shumë më e fortë dhe aktive. Unë kam shkruajtur edhe që të marrojmë analizën. Tani, tek gjithë këto kauzat kanë qenë raste që kanë qenë për të bërë vendime të sekretarit përgjithshëm, unë po bëj një analizë dhe shikoj që janë vendime shumë të dobta. Pika parë, së fundmi ndodhi firmosja e kontratës me grupin lobus amerikan. Tani, një kontratë që ekspozohet pak ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që e para është për të diskutuar konkretisht nëse ishte efektive apo jo, edhe nëse duhej firmosur apo jo, po edhe ekspozimi tek KQZ-ja pak ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që parametrat ligjor të lejnë hapësirë për ta ekspozuar edhe pas zgjedhjeve, është një mungesë nuhati politike, minimumi, më kupton?
Po të marrë një situatë tjetër, zgjedhjet bashkiake që humbo me zotin Cara me 12.000 vota o 14.000 vota, nuk e kujtoj saktësisht, u bë një muaj para zgjedhjeve, u bën listat për Këshillin Bashkiak. Tani kushdo e din që në PD sa herë që ka për të bërë emërime, gjërat zgjen. Edhe krijon pak kënaqësi dhe sidomos po e bëre para zgjedhjeve, ke mundësi që ta demoralizosh bazën. Tani e para shkeli i bëri me emërim, e dyta nuk shfrytëzoi institucionet e partisë për t'i kanalizuar vendimmarrjen, po e mori vetë personalisht si vendim. E dyta shkaktoi demoralizim të madh të bazës, sepse dursi si ishte tek situata e aplikimeve. Kishte 40 anëtar kryesie, pothuajse të gjithë kishin aplikuar për të qenë pjesë e Këshillit Bashkiak. Normal, 40 kryetar grup seksionesh, edhe rreth 40 persona që janë personazhe në qytet, opozitar, 120 aplikime ishin pak a shumë. Tani, prej mënyrës se si u shkaktu dhe se si u menaxhu kjo gjë, kupton, pa i lajmëruar, pa komunikuar, pa fol, u emëruan vetëm 7 persona, edhe 110 të tjerë fikën motorët. Edhe u mërzitën jashtëzakonisht shumë. Dhe shkaktun një lloj fryme aq negative, saqë ishte shumë e vështirë derisa rindezën motorët një pjesë e tyre dhe u rikthyen fushat. Edhe unë mendoj që kandidati Cara humbi aq shumë vota se realisht mund tunte me 1.000-2.000 vota, po ky ishte një nga shkaktarët kryesor. Kjo ishte një nga vendimet e gabuara. Ndërkohë që ishte edhe një shkelje e premtimeve të foltores. Në foltore diskutues, s'ka më emërime. Ka ose zgjedhje, ose institucione që marrin vendime. Më shumë mirë mund t'ja kishe lënë vendimin kryesisë Degës, mund t'ja kishe lënë Këshillit Kombëtar në Tiranë, ose kryesisë së partisë në qendër, mund të kishin bërë ca mekanizma, ose në fund fare mund të ishin bërë dhe zgjedhjet për anëtarët e Këshillit Bashkiak paralel me zgjedhjet me të anëtarëve të primarëve për kandidat për kryetar bashkie. Më kupton? Kishte disa mekanizma ku mund të lëvizte. Po nuk çalon vetëm këtu. Po të fillojmë të analizojmë shumë pika të tjera, tregon që është një figurë që nuk e përballon dot këtë lloj detyre dhe përtej se unë e njoh edhe personalisht, përtej edhe respektit që kam personalisht, unë po flas për punën dhe për interesin e punës. Tani, këto deklaratat e mia mund ndoshta prishin edhe punë në kontekstin e karrierës politike dhe angazhimit politik, po tani se mos ngeli mua përgjegjësia që të ftova. Po tash ti do ta ngjes ti, nëse ndodh do vi ta ankohem këty. Po përtej shakave, po flas një parti si Partia Demokratike nuk kam se ti shikoj të gjëra kështu në këtë lloj lupe, se është turbish me Partia Demokratike sepse është në rrezik. Partia Demokratike është realisht në rrezik. Nëse nuk merren masa që ta ndryshojnë gjën, ne do kemi rënje të tjera drastike dhe diskutohet bindë 100.000 vota të tjera në zgjedhjet e tjera, edhe të shkojë historiku pasokut. Për të mos ndodhur kjo dhe për të krijuar një parti demokratike që sjell shpresë, ka nevojë për një riciklim elita që duhet ishte bërë që para zgjedhjeve 2025 të tanishme, po tani ndodhi dhe u bë gjëja e keqe. Tash të paktën të merren masa për ta ndryshuar gjën. Edhe personat që kanë një lloj përgjegjësie dalin në mënyrë të sinqertë para demokratëve dhe thonë zotrin, unë këtë gjë nuk e bona mirë. Po jap dorëheqje nga kjo detyrë që kam, por unë do vazhdoj aktivitetin tim si deputet, si antar i PD-s, do ju bind që ajo që ju thoni që unë ndoshta jam fajtor për këtë gjë, do ju bind që keni ju gabim, do ju bind me punë, me djers, me kontribut, me aktivitet. Kjo është mënyra më e mirë. Njëtën që unë kam dalë të flas hapur edhe për drejtuesen e LDG-s. Me gjithë respektin për femrat politik, janë vlerë femrat politike dhe është ambient aq ordiner këtu sa që bravo që ka femra dhe që angazhohen, që luftojnë. Sot mja Vokshi, tani po të bësh një analizë të LDG-s, që realisht lëvizja e gruas demokratike, duhet ishte një organizat që përfaqëson modelin e gruas opozitare, me kauzat, me problematikat, me shqetësimet që kanë zonjat dhe gratë në karrierë, në familje, në shoqëri kudo, me angazhime të vazhdueshme, me organizim, me ndërtim strukturash, duhet kishte pas jetë shumë aktive politike. Dhe kjo do zgjidhte edhe atë problemin që kemi 6-1 ndurrës, që 6 meshkuj dhe 1 femër, që do kishte mundësi të kishin më shumë përfaqësim femrat, po dhe vetë opozita do kishte një potencial shumë më të fortë me femra shumë më aktive, vajza dhe gra shumë më aktive që kontribojnë për aktivitetin opozitar. Në rastin konkret, zonja kam shumë respekt, po më vjen keq, po jemi shumë dobët me pjesën e performimit. Edhe këtë gjë duhet ta bëj analizën me vetë.
Jo me para bonin, pastaj dalje dhe publikisht të tregoj gjën se si është në të mirë të forcës politike. Edhe këtu pastaj dallohen njerëzit. Ka njerëz që e kanë gjën vetëm për hall personal, ku të kapin ai gjë tek pjesa e një force opozitare, ka dhe njerëz që dalin dhe për te vetvetes dhe marrin përgjegjësi për vendimet që kanë marrë. A do të bëj një pyetje të fundit, sepse edhe minutazhi tonë bëj vjen fundi, besoj që do jetë një pyetje që pak përgjigje. Ka pasur qëndrime nga ndërkombëtarët lidhur me zgjedhjet në Shqipëri, ka pasur urime që zakonisht janë në rutinë drejtuesve të shteteve që bëhet edhe nga një protokoll që por ajo që diskutuar më shumë ka qenë qëndrimi që mbajnë ambasadat amerikane por zgjedhjet të cilët Partia Socialiste kanë interpretuar si njëri zgjedhjes, Partia Demokratike i kanë interpretuar më shumë si një urim për zgjedhjet që ndodhen në Shqipëri për popullin shqiptar. Unë do desha konversimin tat shkurtimisht, sepse kjo është një kështu që mund të lejë vend me diskutuar me orë tëra, apo si e shikoni qëndrimin ndërkombëtarëve, kam parasysh edhe qëndrimin e Partisë Popullore Europiane, pra që deklaruan 107 parti që deklaruan që zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë një farsë. Unë do desha një koment nga ju shkurtimisht se si i gjikonin ndërkombëtarët lidhur me atë që lidhur me zgjedhjet, pra me atë që ka ndodhur në zgjedhjet 11 majit, ku diskutohet shumë për ndërhyrjen e krimit, sidomos në rezultatin në përfundimtar. Shiko, unë nuk dua të bëj ekspertin për çdo gjë, për pjesën e ndërkombëtarëve. Jo, desha një mendim, më mirë është për shembull që jo, s'ka problem. Thjesht desha një mendim. Ja, sapo do ta jap mendimin se edhe duhet dal diku. Për pjesën e ndërkombëtarëve mendoj që ka diplomat dhe persona të specializuar për këtë pjesë që mund të merren vetëm brenda Partisë Demokratike, që mund të merren vetëm për raportin me ambasadat dhe me vendimet dhe qëndrimet e tyre. Unë perceptimin që kam si person, si individ, unë them që nuk pres që ndryshimit ma sjellin në ambasadat. Unë pres që ta bëj ndryshimin aty ku ka mundësi. Unë e bëj ke një vet, ke 5, ke i lagje, ke i zonë madhe, apo ke një qytet, apo dhe ke një shtet. Unë mendoj që tentativa që duhet kenë shqiptarët, opozitarët, gjithë është pjesa që ta tentojmë ta bëjmë vetë ndryshimin, mos presim tash të vinë ato tujtet na ndryshojnë gjërat. Patjetër që ka disa qëndrime që nuk janë qëndrime uruse ndaj Ramës, që lejnë hapësira për interpretim, po doja t'ja lija njerëz më specializuar se sa unë për këtë pjesë. Atëherë mund të falenderoj shumë që ishe me Mosante, ishte një nga bisedat më të mira që unë kam zhvilluar në të studio dhe e them me kënaqësi që ju mirpres përsëri për zhvillime të tjera që do ketë edhe brenda Partisë Demokratike, por sepse Durrësi është një qytet gjithmonë dinamik që ka gjithmonë problematika dhe problematika qytetare, sepse ju jeni përveç se politikan edhe një aktivist shumë i mirë i problemeve të qytetit që kanë lidhje me pasojat që bjen mbi qytetarët. Shumë faleminderit që sonte me mua. Faleminderit te ju dhe unë desha me nis me këtë pjesë në fakt, po e them në fund që është pjesa që për mediat në Durrës unë mendoj desha me i bë një vlerësim për pjesën e dëshirës për të angazhuar, për të dhënë kontribut, për të sjellë mesazhe për qytetin, se është qytet 3000 vjeçar me shumë historik, me kulturë, me çdo gjë, dhe jemi kthyer në një fshat të Tiranës, kupton? Edhe është faj i drejtuesve shtetëror që kemi pas në ndër vite, pa vizion dhe pa ide, edhe të bashkiak që kanë qenë ndër vite, po ju të paktën po e mbani gjën dhe e di që është shumë e vështirë dhe do përpjekje të jashtëzakonshme, edhe për mendimin tim meritoni të vlerësoheni për këtë pjesë, minimumi vlerësimin e shoqërisë për punën dhe angazhimin që po. Në fakt po ndihmon shumë Partia Socialiste, për të qenë sinqert. Kemi një mëshirë shumë të fuqishme, kemi Partinë Socialiste dhe pushtetin, se me gjoba nuk jemi keq. Faleminderit. Atëherë ky është emisioni pa kompromis për sonte në Bulevard Televizionin. Takohemi në emisionin e ardhshëm. Nga unë Artur Llana, natën e mirë.